Dua të jem e fortë për fëmijën, për prindrit e mi, që I kam shumë të shenjtë sikurse I ka çdo kush. E sidomos për babin tim, se kam edhe pse jam në emision e kam pikë dobët. Ashtu e? Po sa ashtu ka kalu diçka dhe është shumë I fortë. Si e ka emrin babi? Xhafer. Xhafer. Ku është babi? Në Përmet apo në Tiranë? Tiranë. Tiranë. Përshëndetje. Zotri Xhafer, të përshëndesim unë edhe Marashi edhe Ola përmes emisionit ton dhe inshallah je mirë dhe me shëndet plot. Se e shoh Olën që u emocionova tash. Po. Ola, ta mos u bëjmë emocione tash se e përshëndesim babin e gjithë familjen tënde. Vazhdojmë tek suksesi, Ola. Tash ti studio jote ke menduar ta bësh brand këtë studio? Po, kam qef ta bëj brand, kam qef të afrohem afër Cëriut. Afër Cëriut. Po. Jo brenda në Cëri, ama afër Cëriut. Edhe do hapësh disa pika Po. Si FL. Po. Okej. Bukur. Ke punëtore, punon vetë si funksionon? Unë punoj me kunatën time, është nuse vllajti. Lindita, edhe ajo ka 13 vjet që merret me thonjë. Bukur. Tashi mirë që të kaloj emocione. Po, më kaloj vazhdim. Unë të përgëzoj për këtë lidhje me babin, pavarësisht se në çfarë situate mund të jetë gjendja, por unë të përgëzoj ty dhe çdo njeri dhe çdo femër dhe çdo mashkull që është I lidhur emocionalisht edhe e don prindin edhe respekton. Absolutisht. Për këtë unë të aja përsëri ngjyrat rrokitje.